Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 3 korrik të 2025-s. Duket se kemi një ditë mjaft të rëndësishme ku ka të bëjnë shumë ndikimi dhe favorizimet që jepen në këtë periudhë ku kemi afër ditën nga shenja e Demit ku formon një kënd me Urani, duke sjellë surpriza, ndryshime të papritura në çështjet e punës dhe jo vetëm. Kemi një ndikim shumë të mirë sepse në njohjet e reja që ndikohen pikërisht në këtë ditë, do të thotë marrëdhënie me çështjet e punës, të karrierës, papritur në lidhje me rritje të financave, ndikohen shenjat fikse, siç janë Demi, Luani, Akripi, që është mjaft pozitiv, ujori i dhjedhicit të tretë, ose ata që kanë planete në këto shenja. Kjo do të thotë një ndikim shumë të madh, do të thotë një rëndësi që jepet gjatë kësaj periudhe. Pra, duke filluar nga kjo ditë, është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me marrëdhëniet me punën dhe stabilizimin e saj. Shumë gjëra mund të ndodhin. Në fundit, juve keni vendosur dhe dini shumë mirë se si gjërat funksionojnë, si gjërat vinë dhe vendosen. Është një moment mjaft i mirë tani në këtë periudhë e verës, jemi në mesin e verës, ku gjërat ndryshojnë në mënyrë të papritur. Është një moment i artë në lidhje me takimet të veçanta, në lidhje me mundësitë që na jepen, mundësitë që kanë të bëjnë tani në këtë periudhë janë periudhat mjaft pozitive, janë mjaft të ndryshueshme në ndikime të mëdha dhe në favorizimet të mëdha që do të keni tani tutje. Prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje.